Sot së bashku me kryeministrin Kurti, me Vasfian, me Feridën, me Danin, me ministra, deputet Kuvendit të Republikës së Kosovës, përfaqësues të institucioneve në Republikën e Kosovës dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile. E nisëm ditën pranë memorialit Heroinat për të nderuar sakrificën, por për të nderuar edhe dinjitetin e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Janë histori të thella të dhimbjes, por edhe të qëndresës dhe forcës së jashtëzakonshme. Vajzat dhe gratë, sikurse edhe djemt e burrat që i mbijetuan kësaj dhune, na tregojnë që kemi edhe shumë punë për adresimin e përgjegjësive tona si institucione të Republikës së Kosovës, e sidomos në adresimin e drejtësisë. Dhe kur jemi këtu, më lejoni t'ju njoftoj që gjatë kohës së fundit janë ngritur edhe 12 akte akuza për dhunën seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kemi edhe 3 vendime të gjykatave, vendime dënuese për rastet e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, ku 2 prej tyre janë në gjykatën themelore, ndërsa 1 ka marrë vendimin pra të formës së prerë. Si institucionet të Republikës së Kosovës gjatë këtyre ditëve dhe gjatë kësaj periudhe kemi adresuar përgjegjësitë në raport me adresimin e krimeve të luftës në përgjithësi. Prandaj edhe do të angazhohemi që të gjitha nevojat e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë t'i adresojmë sipas përgjegjësive që kemi. Këtu jam edhe me Feridën, jam me Danin e me Vasfian. Unë falenderoj organizatat e shoqërisë civile që për më shumë se 2 dekada, prej pas përfundimit të luftës, kanë mbajtur lart moralin, por edhe kanë adresuar dëmet dhe krimet që Serbia i ka bërë në Republikën e Kosovës, përfshirë edhe rastet e krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit, por edhe gjenocidin, e këtu përfshihet edhe dhuna seksuale. Vasfia e Dani, sikurse edhe Shyretja, sikurse edhe martet tunaj, kanë folur për këto krime, dhe kjo dëshmon që këta nuk janë fajtor janë kriminalët që i kanë kryer këto krime. Prandaj unë thras sot edhe një herë që partnerët tanë ndërkombëtar t'i bëjnë presion Serbisë që t'i dorëzoj kriminalët para institucioneve të Republikës së Kosovës, sepse siç e dini, Serbia është bërë streh e kriminalëve të luftës, por po ashtu edhe atyre terroristëve që kryen krime në kohë të paqes. Është e rëndësishme që institucionet e drejtësisë po e zbatojnë gjykimin në mungesë, sepse si pasojë e asaj që përmenda, që Serbia nuk i dorëzon kriminalët e luftës, ne jemi detyruar që të mundsojmë gjykimin mungesë, që sadopak të zbusim dhimbjen e familjarëve, por edhe të mbijetuarve. Së pari ne kemi adresuar para një kohe strategjinë për drejtësinë tranzicionale, që i parasheh nevojat e viktimave të mbijetuarve të luftës, dhe në këtë drejtim edhe aty është adresuar rëndësia dhe nevoja që të mos ketë afate në raport me këtë çështje. Ne tashmë kemi nisur diskutimet që ta adresojmë, dhe qëllimi ka qenë që të përcaktojnë afate me qëllim pra që për arsyetimin se të aplikojnë sa më shumë viktima. Pra kemi konsideruar që kur ka një afat kohor, sa më shumë nxiten dhe inkurajohen të mbijetuarit e dhunës seksuale që të aplikojnë. Por tashmë ka shumë kërkesa në këtë drejtim, ne jemi të obliguar si institucione që t'i adresojmë ato, dhe gjatë kësaj periudhe besoj që do t'i adresojmë përgjegjësitë që kemi në raport me këtë çështje. Unë sot po e shfrytëzoj rastin që t'i bëj thirrje të gjithë të mbijetuarve që të aplikojnë për njohje të statusit, për shkak se ju e dini që sipas raportimeve që janë bërë pas periudhës së luftës, janë rreth 20.000 persona që janë dhunuar seksualisht gjatë luftës. Prandaj nëse shohim numrin e atyre që kanë aplikuar për njohje të statusit, e shohim që megjithatë nuk është shumë i lartë. Prandaj unë inkurajoj të gjitha
që të aplikojnë për njohje të statusit. Komisioni po e bën punën që ka në përgjithësi. Ne kemi adresuar disa sfida që i ka pas komisioni dhe për këto jemi njoftuar nga organizatat që merren me këto punë. Janë 4 organizata për që unë i falenderoj për angazhimin e tyre. Prandaj edhe gjatë kësaj periudhe duhet fokusohemi te zbatimi i strategjisë. Unë përmenda më herët që kemi adresuar edhe gjykimin mungesë, edhe Institutin për krimet e luftës, edhe strategjinë për drejtësinë tranzicionale, edhe shtimin e kapaciteteve në polici, por edhe prokurori speciale. Përmenda po ashtu 12 akt akuza, por kaq shumë krime ka pas në Kosovë nga Serbia gjatë luftës, saqë duken pak. Por megjithatë është shumë krahasuar me periudhën e para shumë viteve, prandaj jemi të gatshëm që të mbështesim nevojat e institucioneve në raport me adresimin e krimeve të luftës. Faleminderit. Kanë mbetë veç djavë deri tek afati për zgjedhjen e presidentit. A mundi më na tregu se veç a do të takoheni me parti të tjera këtë javë apo për shkak se keni qenë shumë mbyllur kohët e fundit? Në respekt të mbjetuarve dhunës seksuale, unë sot do të fokusohesha vetëm te kjo çështje. Për tema tjera do të kemi paraqitje të tjera dhe do të takohemi sërish. Faleminderit. Era na patrulha, não. Era na rua. Canım, devam. Go.